Loredana dhe Jozi s'janë takuar pas daljes nga Big Brother VIP Albania. E ftuar në Big Brother Fan Club, Loredana Brati komentoi për herë të parë daljen e saj nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, duke ndarë ndjesitë e saj për situatat e fundit. Do të kisha pritur të shikoja klipin, të kaloja pak kohë me Jozin pas daljes nga Big Brother VIP Albania, të kishim një moment për të diskutuar çfarë ndodhi, por nuk ndodhi, u shpreh ajo duke treguar se ende nuk e ka përpunuar plotësisht situatën. Loredana reagoi edhe ndaj veprimit të Jozit ndaj Gjesit duke u distancuar. Ishte një pamje shumë e fortë, jo e mirë për tu parë. Distancohem komplet nga gesti i Jozit ndaj Gestit. Nuk ishte i pranueshëm. Më vjen keq që ai arriti të bënte atë gjë. Megjithatë, ajo theksoi se nuk pendohet për rrugëtimin e saj. S'pendohem, do ta bëja sërish në njëjtën rrugë. Kam mësuar shumë. Në fund, Loredana shtoi se ka marrë një vendim në lidhje me Jozin, por nuk preferoi ta zbuloj publikisht. Nuk dua ta agravoj situatën.